Një nga çiftet më të ndjekur të edicionit të 5 së shtëpisë më të famshme, Brikena dhe Mateo, duket se po kalojnë një moment jo të mirë në marrëdhënien e tyre. Pas një rrugtimi plot emocione brenda shtëpisë dhe momenteve të bukura që ndanë me publikun, zhvillimet e fundit jashtë tregojnë se gjërat mund të kenë marrë një tjetër drejtim. Të dy kanë zgjedhur të heqin të gjitha fotografitë dhe postimet e përbashkëta nga profilet e tyre në rrjetet sociale. Një lëvizje kjo që zakonisht ngre pikpyetje të natyrshme për statusin e një lidhjeje. Për të bërë gjërat më të qarta rreth situatës së tyre aktuale, Brikena ka ndarë me ndjekësit një imazh mjaft melankolik në Insta Story. Gjatë një udhëtimi me makina e ka postuar një pesazh nga dritarja të shoqëruar vetëm një emoji dhe një zemër të thyer. Pas një fjalë të tepërt, ky detaj mjafton për të treguar se modelja po kalon një moment as pak të lehtë emocional. Ai që bën këtë situatë paksa konfuze për fansat e shkollës shkurtër në të cilën gjërat kanë ndryshuar. Vetëm para mbrëm gjithçka dukej e qetë. Brikena madje publikoi një foto në krahun e nënës së Mateos duke i quajtur atë publikisht mbretëresh, gjë që tregonte një raport shumë të ngrohtë me familjen e tij. Të kalosh nga një moment i tillë afërmiteti të fshirja fotove dhe zemrat e thyra brenda një kohe kaq të shkurtër, tregon se diçka specifike mund të ketë ndodhur mes tyre. Mbetet për të parë nëse bëhet fjalë thjesht për një zënë kalimtare të momentit apo nëse ky është vërtet një vendim përfundimtar për rrugtimin e tyre si çift. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.